Mes gjithë kritikave për brezin e ri, rrallë ndalemi të dëgjojmë vetë të rinë. Sot po japin fjalën njërës prej tyre. Dëgjojmë shpesh të rriturit të na thonë se ne jemi një brez pa qëllim për të ardhmen. Një rini e cila po ndjek rrugën e veseve dhe po lë manjanat të vërtyteve. Por unë jam sot këtu për t'ju vërtetuar tërësisht të kundërtën e këtyre që sapo përmenda. Shiko pak rreth teje, dhënët që mësojnë deri natën vonë, të rinj që punojnë për të fituar të ardhura dhe të tjerë që hapin biznese online nga telefoni i tyre. Sot mundësitë janë të pafundme. Ti sot mund të kesh një ide të paqartë e cila në të ardhmen kthehet në diçka të madhe për ty dhe shoqërinë. Unë dje doja të dilja përpara një publiku dhe sot ja ku jam përballë jush. Ne kemi pafund ëndra. Dikush do të bëhet mjek, dikush do të bëhet inxhinier, dikush do të ketë një biznes të suksesshëm dhe dikush tjetër do të ndjek rrugën e medias. Shumica prej nesh ndërrojnë një jetë aktive dhe me ndikim në shoqëri, dhe jo një jetë të thjeshtë e cila nuk sjell asgjë të re. A ka sfida? Patjetër që po. Ka shpërqendrim, ka presion, ka njerëz që të thonë se nuk mund t'ja dalësh. Por kjo nuk është e re. Çdo brez i ka pasur këto. Diferenca është kjo. Disa dorëzohen dhe disa të tjerë vazhdojnë të ecin përpara. Kërkojnë mbështetjen dhe besimin tuaj. Dhe ju të rinj, mos keni frikë të gaboni dhe të ëndërroni. E ardhmja nuk i përket atyre që ankohen, por atyre që veprojnë.